mundohem të jem versioni më i mirë i qytetarit që mund të jem. Duke filluar që nga gjërat e vogla që atë mbeturinën e mbajnë në xhep derisa të gjej kosh për ta hedhur, duke bërë edhe për protest, duke dalë aty, duke mbështetur vendin tim, duke gjetur kush janë gabimet, duke i thënë me zë të lartë. Detyra e qytetarit ajo është në fund. Detyra e qytetarit është jetë i përgjegjshëm. Po, tani do të bëj pak disa pyetje dhe kjo është për rrjetet sociale dhe për të gjitha ato pyetjet e nënzëshme që nuk bëhen me zë. Jam i detyruar, unë do të bëj pyetjet, por do të bëj dhe avokatin e djallit. Ditët e fundit, e përmende shpesh, ditët e fundit në Tiranë, ose tash është për të thënë muajt e fundit në Tiranë, ditë pas dite po bëhet një protestë. Po bëhet një protestë e cila ka marrë emrin Revolucioni Flamingo. Janë ngritur i madh dhe i vogël. Ndër këto je ngritur dhe ti. Je influencer. E para, kush e organizon protestën sipas teje? Sipas meje nuk ka pasur organizator. Ti pse dole në protestë? Do të shtyu njëri apo dole vetë? Jo, dola vet, vetëm me atë idenë e para sepse dolën një numër i madh njerëzish, edhe thash, okay, unë mund të jap një shtetje. Çfarë shtyhet ty dalësh protestë? Për mua, filimi si individ dhe pastaj si brand, se dole dhe si ke dalë si influencer, pra është tjetër që dalë si një qytetar i thjeshtë, është tjetër që dalësh dhe me atë që ti përfaqëson. Shiko, pjesën e influencerit në fillimisht kur dole në protestë ke dalë si individ? Si individ. Nuk është askush pas teje. Jo. Nuk të paguan askush. Jo, aty të më paguanin do ishte mirë, po. Në rregull, unë bëj pyetje. Jo, asnjë lloj pagese. Tani edhe te pjesa e influencerit. Shkaku që ti dole në protestë? Sepse protesta duhet bëhet kulturë, që këtu te ne nuk para ka qenë. Ti si njeri duhet të kuptosh që ke të drejtën e zërit, ke të drejtën ta shprehësh shqetësimin, edhe nëse ke votuar këtë qeveri, duhet të bësh opozit, duhet të jesh aty në shesh. Duhet të kërkosh llogari. Kryeministri i vendit ose çdo kush që mund të dëgjojë dhe mund të jetë kundra kësaj që thua, thotë që ke mundësi një herë në 4 vjet ose një herë në 2 vjet shkosh dhe do dëgjosh. Jo, pse duhet të jap 4 vjet kohën kur mund të dal sot, mund të dal nesër, mund të dal pas nesër. Jo, unë kur shikoj dhe madje mbi të gjitha kam dalë se duhet të ndryshoj kjo fryma e apatisë që kishte kapur këtë vend. Ti ke dalur sepse kërkon diçka më shumë se sa Flamingo dhe Zëri. Po jo, nuk ajo filloi aty, filloi te ajo të reqa zvar. Ti je influencer, ty çat nxorin protestë. Mua unë dua Shqipërinë sa më mirë. Të gjithë duam Shqipërinë sa më mirë. Dhe kam vënë re këto vite që kemi jetuar këtu që ka pasur një frymë shumë apati, shumë e qetë, shumë, ama çfarë ti bëjun se ata atë punë kanë, që nuk vlen. Dhe kur e pash që u çuan një grup njerëzish, thash, okay, ky është momenti i dur të çohemi të gjithë, ta ndryshojmë këtë gjë. Se okay, prapë te vota do vej. Po, fillove të bësh video. Pyetjet i kam si influencer, e kuptova si qytetar dole e do Shqipërinë shumë. Tani fillove të bësh video. A e përdor protestën për të bërë i famshëm se dolen shumë njerëz? Jo. Sepse po ta vësh re unë në rolin e komedianit, videot prapë për të qeshur po i bëj. Pa çka se dua të jap një mesazh nga mbrapa, i kam dhënë një linjë stime. Po, videot po jep për të qeshur, po në momentin që mund vesh një hashtag Flamingo ose Revolucioni Flamingo. Që si kam vënë asnjëherë. Që si ke vënë asnjëherë. Asnjëherë, edhe po ta vësh re, nuk kam vetëm video për protestën, kam edhe video. Ma shpjego pak të algoritmin, si funksionon ky algoritmi? Algoritmi është pak i komplikuar. Me algoritmin, janë vërtet ato që thot kryeministri, pra që ju influencerët po përdorni algoritmin, po e përdorni për Algoritmi nuk varet nga unë që postoj, varet nga ty që shef. Sepse nëse ti shef 4-5 video të një zhanri të caktuar, algoritmi fillon të jep nga ato video prapë.
E kupton, nëse unë shikoj 5 video me makina, 4 të tjerat janë prapë me makina. Nëse unë postoj për protestën, po ti nuk ke parë asnjë video për protestën, dhe sa të del e heq, nuk ta jep algoritmin. Kështu që ata njerëz që i kanë parë këto video, i kanë parë dhe kanë qenë të interesuar te ato video. Dhe algoritmi u ka nxjerrë dhe videot e tjera. Ka shumë influencerë në protest? Ka pasur keni disa. Një jetë ju influencerë, Jo. keni komunikim me njëri Nëse ata të tjerët mund të kenë, tjetrin? për të njohur i njoh, si emra pjesën më të madhe. Dhe dua ta di, duke qenë se njeh, ai ke pyetur ose mendimi jot, a dalin për famën e vet personale, a kanë dalë realisht për diçka se kërkojnë diçka? Ka që kanë dalë për famën e vet Pra, personale. shfrytëzojnë për famë. Po, patjetër. Ashtu si dhe njerëz që nuk janë influencera kanë gjithmonë atë dëshirën që nëse bën një pankartë të bukur, ti nxjerrë dikush në foto në rrjetet sociale. Që kjo fillon edhe nga ai që s'është influencer deri te ai që është. Sepse ka pasur shumë që kanë qenë një herë, kanë bërë 2 foto, kanë hedhur ato 2 foto dhe pastaj s'kan ardhur më. Po që është kritika më e madhe që keti për sistemin. Gjithmonë jo politika, flasim, pra jemi brenda të folurit me këmbë në tokë. Pra themi mendimin personal në kuptimin pra pa ndikime. Dua mendimin tënd personal, kritika më e madhe që ti bën sistemi. Shqipërisë në përgjithësi. Duhet të jemi më të vërtetë. Duhet të jemi më të vërtetë. Gënjejmë veten. Mundohemi, jo gënjejmë veten, po mundohemi të jetojmë për fasada. Gjë që s'duhet. Po, kam përshtypjen se po. Sepse ti vret më shumë mendjen jo si ndihesh ti, po çfarë do thonë të tjerët për ty, gjë që nuk. Ti del në protest dhe kërkon Shqipërinë e re. Si është Shqipëria e re që e ndëron ti? Se një nga termat që kërkon Po, Shqipëria e re. Tani të flas politikisht. Unë dua të flasësh për ata që na ndjekin nga ekrani, dhe dua të kuptoj, pra unë dua të zbërthej Shqipëria e re. Të gjitha dyshimet që mund të jenë për një influencer. Pra, të thash, detyra ime është të bëj avokatin e diallit. Shqipëria e re është një Shqipëri ku çdo vot vlen. Shqipëria e re është një Shqipëri ku kryeministri nuk mban më shumë se 2 mandate dhe ta bëj pron private Shqipërinë. Shqipëria e re është një Shqipëri ku secili ka të drejtë të dalë të kandidojë dhe një parti e vogël nuk e nxjerr një kandidat me 60.000 vota dhe një parti e madhe e nxjerr me 11.000. Shqipëria e re i jep mundësi të gjithëve këtyre që ti ndjekin ëndrat e veta këtu dhe nuk ikin jashtë. Shqipëria e re është Shqipëria e të gjithëve. Është një Shqipëri ku respektohet qytetari i pari, jo politikani. Nëse nesër del dikush dhe thot boti jako e kek, Shqipërinë e re bëje sistemin. Ti si do e bëje? Nuk e di a ti futem më thellë, sepse në fund të fundit unë s'jam politikan. Jo, nuk ka lidhje me politikën, nuk po flasim për politikë, po flasim që po kërkon, pra ti del në një protest. Po. Dhe je influencer. Je në radhë parë qytetar i një vendi dhe del si qytetar. Dhe ti kur kërkon të ndryshohet sistemi, unë jam sistemi dhe unë them, okay, ty nuk të pëlqen kjo që kam bërë unë deri tani dhe që po bëj unë. Sado që duhet të kuptojmë diçka që nuk e bën një person i vetë në një sistem. Pra, është një sistem brenda sistemit. Nuk është lejuar ta bëjë një person i vetë. Dhe them, urdhëro hajde bëje ti. Ti si do e bëje? Me më shumë transparencë, me më shumë llogaridhënie edhe me të zgjedhur njerëz të aftë që mund të na drejtojnë. Njerëz që kanë botë kuptim, që dinë të flasin, që kanë mbaruar një shkollë, një diçka, një pa plagjatura, pa Shqipëria ka nevojë për akademik. Nuk i ka akademikët? I ka, po nuk i ka në vendet e duhura. Çfarë mendimi ke për sa ka ndikuar media te kjo kulturë që i marrin 4 pushtetet me radhë? Po. E para, një nga pushtetet është media. Sa ka ndikuar media ke kjo frymë kulture antivlerash që është sot?
ku flasim që një njeri që është akademik, një njeri që lexon, nuk e fiton një reality show. Po. Një njeri që mund të jetë bullizues, Që bën budalliqe, një po. njeri që mund të bëj atë klikimin e shpejt e Po. fiton. Pra, Çfarë mendimi ke? ka ndikuar shumë sepse ajo që njerëzit shohin televizor tani është ajo që quhet trash TV, që është thjeshta për të hequr mendje shpejt Po nga në mos gjëra. media rrjetet sociale, a duhet të kenë kontroll rrjetet sociale? S'ke si e vë kontrollin në rrjetet sociale, prandaj thash është ajo pjesa e mendimit kritik, që ti mund t'i shohësh këto gjëra dhe thua nuk më intereson edhe thjesht e kalon. Pastaj punon lidhet algoritmi që të thotë e shef që ti nuk të pëlqen ajo gjëja, nuk ta nxjerr më. A je dakord ti me shprehjen ajo që bëj është ajo Ajo që jam është ajo që jam është ajo që bëj ose ajo që bëj është Është ajo ajo që që jam. apo Po. je me këtë tjetrën, bëni si them unë, po mos Jo, bëni jo. si bëj unë. Ajo që bën është ajo që je. Tani, influencerët përdorin më shumë të dytën apo të parën? Të dytën. Pra, bëni si them unë, po mos bëni si bëj unë. Po, është unë prandaj edhe ato unë prandaj kam atë ide, mua kjo fjala influencer nuk më pëlqen shumë. Sepse është bërë një term tani që janë të gjithë Është termi influencer. më në modë. Është termi Pra, më në thonë modë. jemi Ke influencer. njerëz që kanë 300 followers edhe thonë influencer për bashkëpunime në DM edhe Çfarë është një influencer për ty? influencer në vetvete është ai që ndikon te opinioni jot për diçka. Do me thënë, në qoftë se unë të them që ky është celulari më i mirë në botë, ti priresh ta mendosh atë gjë. Dy pyetjet e fundit. Dua një se shumë nga si të flasim, por gjithë kohën e kemi të kronometruar. Nuk do të harrojmë që është një djalë që është në punë, është në pushimin e punës tani. Të drekës. Pra nuk është se rin vetëm me telefon, se është shumë e rëndësishme ta kuptojmë këtë gjë, sepse është krijuar një frym. Një nga arsyet që të kam sëritur Anton është ty, që të falenderoj shumë dhe shumë të tjerë që i thras, është sepse besoj që ajo shpreha që shumë gjëra nuk i promovohen njerëzve, thonë nuk lexojnë të rinjt, nuk lexojnë se nuk i promovohet leximi. Thonë që rinë gjithkohë në rrjetet sociale, se nuk del dikush që thotë që ore ky djali që shihni që ka shumë klikime, nuk ri gjithkohë me telefon dorë, se bën dhe një punë. Dhe morën vesh që ka financiar. Dhe tani është në mes pushimit të punës që ka ardhur për të na vlerësuar dhe respektuar ne dhe për t'u përgjigjur gjitha pyetjeve tona, që unë shpresoj se i gjithë përgjiva gjitha pyetjet e nënzëshme, se ka pyetje pafund.